gjykatet e epërme të këtij objekti duke se do t'i nxjerrin punë misioni që e shfrytëzoi këtë ndërtesë në 10 vitet e kaluara. Drejtuesit e ndërmarrjes shoqërore marketingu ish Invest Metali insistojnë se 4 katet e sipërme të ndërtesës së Ish Bankës së Ljubljanës janë pronë ndërmarrjes së tyre, por ata kanë edhe disa kërkesa të tjera për misionin e OSBE-s që pritet që së shpejti të dalë diku tjetër me zyre. Nëse merrni parasysh tash gjithë këto 11 vite, atëherë do dalin veç për pjesën tonë, domethënë pa bankës, dikon për 2-3 milion euro të ardhurna që ka mbet pa i paguar. Nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen, 150 punëtorët e kësaj ndërmarrje kanë paralajmëruar se në formë proteste do të bllokojnë daljet e ndërtesës në ditën kur misioni do të lirojë atë. Objekti nuk mund të lëshohet ashtu siç e mendojnë ata pa pranim dorëzim, po duhet t'ia dorëzoj ndërmarrjes, kur në prezencë saj duhet jetë edhe AKP-ja. Emisioni i OSBE-s në Kosovë përmes ushtruesës së detyrës së zëdhënësës Edita Buçajt ka bërë të ditur se nuk dëshiron të qëndrojë më në një objekt me status të paqartë ligjor, por nuk ka specifikuar nëse do të plotësoj apo jo kërkesat e atyre që pretendojnë se janë pronar të 2000 metrave katror të këtij objekti.